I duhet të qëndrojnë për orë me radhë vetëm për të paguar faturat e prapambetura të energjisë elektrike. Edhe pse një ditë pushimi dhe me shi, qytetarët kanë rendur në zyrat e kujdesit ndaj klientit për të lidhur kontratat e reja me qëllim që të përfitojnë nga ulja e kamatvonesave. Situata është e ngjashme në pothuajse të gjitha sportelet e kompanisë së operatorit të sistemit të shpërndarjes, ku stafi punonjësve edhe pse i shtuar, po përballet me një fluks të madh qytetarësh. Unë kam marrë në mjes, ka 5 ditë se kam pagu ditë atë, më kanë mërë 600.000 lekë, e më kanë silë se bora atë hakë marrëveshjen tu, shu edhe është 21 hitë tani, u bënë se rri 5 ditë u vi për rallë, nuk më në futem rallët. Pse i lesh nuk kisha lekë janë krye familjare, s'kam bukë ma hangër mrejnë, e kam mërë bosh të lekë si kam pagu. Sa ku kishit që nuk e paguanit energji? Ka janë një vitë gjysë. Pse e latë pas dore? E lam pas dore nëse si e lam, po... 5 orë. Pse ka gjë? Pse që është ka shumë njërësu dhe... Pse do të ka paguani? Keni kohë deri në shkurt. Pse keni kohë? Vejmë pa dritë, se kanë ndërpret dritet. Nisur nga kjo situatë, drejtuesit e kompanisë së shpërndarjes thonë se do të marrin masat për punonjës shtesë me qëllim që të gjithë qytetarët të lidhin kontratat në kohë. Megjithëse ne kemi shtuar sportelet, sidomos në kryeqytet në Tiranë, kanë punuar dje edhe deri në orën 10 të natës, prap janë shtuar mbi 20 sportele sot në Tiranë. Po themi që fluksi është i papërballueshëm. Unë do t'i bëj me thirrje popullatës që ka afat, nuk mbaron afati sot, zyrat do rinë të hapura. Qeveria ka paralajmëruar se kjo është falja e fundit që përfitojnë ata qytetarë që janë debitor ndaj energjisë elektrike. Afati pagesave është fundi muajit shkurt.